Ramja e ndëtsirave në ujë. Në bënarë, në pës, bjen mini, bjen pula, bjen qeni, bjen njëri në desë. Në bënarë. Veç atë bënarë ka katuni. Në bënarë ka katuni, është një. është këmë në zjerruj, a mytë njëri unë ta. A unë dytujt aja. A kem të drejtë të ojë me marë abdes aja. Sepse një përflasëm për abdes për dhe për gusëll. Andaj thëtë. U edha vakat fil bihri në gjasetun në zihat. Nëse në ujë, në pësë në fakt, bie ndo një ndërsir, ajo hjeket, po hjeket edhe ujë, largohet edhe ujë dhe bëhet e pastër. Hjeket ndëtsina, ngordhër, shtaza ngordhër, po hjeket edhe ujë. Largohet edhe ujë, derdhet dhe pastrohet. Ndërsira mund të qenë në lëndët dhe në gurtë. Pastaj vazhdon e thëtë. Kjo është një përgjithësi. Pastaj thëtë. U in matet fiha fa'ratun, au usfuratun, au sa'watun, au sudanijetun, au samun abras nuziha minha, ma bejne 20 delven ila 30 delven. Nëse në pusa që kemi nena për shtëpia, në për obora, në për fusha, gjithmonë ka pas pusa. Nëse në të në ngordh bie, ngordh, 1.000. Ose zëg i vogël, se zëgjt mali, zëgjt vëqël. Mini dhe zëgjt insekte dhe zvaranik tjerë që janë të kësaj mallësie të minit për afërsisht. Nëse 1.000 bie në pos, dhe të ngjajshme me të në madhësi, dohet me nxirr në herë me hjek ato pasë po edhe me nxirr 20 deri në 30 kofe ujë, për më bë banari paqët. Mirë, kjo e para. E dyta, nëzët dhe 30, pas në barësisht në bihasebi kiberil hajvanu sigarihi, sa i madhe vogël. Nëse pak me masemini, 30, 20, nëse sa mini, pak me vogël. Kjo para. Dyta, wa in matet fiha hamametun, au dëgjagjetun, au sinnaurun, nuziha minha ma bejna 40 ila 60. Tash manalt. Nëse në të ngordh, ndo një plomb, shpes, qafëk, sor, apo ndo një pull, apo ndo një macë, të kësaj madhësie për afërsisht. E nxjerrat e hjek për bunarit, për pusit, edhe i hjek edhe 40 kofe ujë, deri në 60 kofe ujë, varësisht për madhësisë se hajvanit. Kjo është shkalla e dytë. Shkalla e tretë. O in mate fiha kelbun, au shatun, au ademijun, nuziha gjemi o ma fiha min el ma. Po nëse në të ngordhë ndo një qenë, apo dele, të kësaj madhësie, pra ashtë më dha, por edhe njeriu si njeri, nëse bjen dhe mytet në te, dohet me hjek krejt uje. Pra, e ndanë në 3 kategori. Shtas të vogla, apo shpes të vogla, apo zvaranik të vogël, si minit, madhësisë e ti, 20 deri në 30 kofe. E hjek minin me kofe, ose me kofe, se zarë me him bënar me hjek, edhe e hjek 20 deri 30 kofe edhe për të rrujt. Nëse është më madhe, të nivelit pulës, të macës, të plumave, qafkave, sorrave, e hjek 40 deri në 60 kofe. Nëse është hala më i madh, që është puna e delës, e puna e qenit, e shtazët më dhajnë këto, deri tek njeriu, nëse në njeriu myt në pos, tash ne në interesën e dhuj për pos që a i vdes, a i pashkaj, a i vdes, po pra dhe më falna,
që të bënare kena. Që të bënare kitit, së qarë pa falë, të ndash kaj, ndash më skaj, dhe të marrë njerë me varros, po dhe të më falë. E mesela që ta ujë që jo mytë që e njerin të. Qa mi ba? Dërë në dhe krejt. Kështu thonë këta, i kanë këtu kategori, këtë klasifikim Hanefit. Dhe veç Hanefit e kanë pasur, tjertë nuk e kanë kështu, e kanë më ndryshe. Po këtu Hanefit kanë thonë, këtu janë krejt, nuk kjo punë nuk shkon me qiyas me analogji. Kjo punë shkon nëpërmjet gjurmëve të selefëve. E për çdo variante, opsione, alternativa që kanë si kategorizim të ndërtësirave, Hanefit kanë marrë gjurmë të selefëve të vjetër, Ibrahim në Khejut, Ibn Mesudit e filanit prej tabenëve, gjeneratat para, sahabët e cilët kanë vepruar kështu. Kjo nëse bjen shtaza në ujë, që e farë shtazë, madhe vogël, dhe e nxirrëm që shetë ashtu. I djedhëm edhe ka që ujë, varësisht për madhësisë së shtazë. Por, thot vazhdim, وإذا انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح الجميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر. Por nëse shka përderdhet që e shtazë që ka ronë ujë. Apo fryhet, ajet. Atëherë, do të me derdh ujin krejt, pavarësisht, shtaza e ngordhur, është e vogël apo e madhe. Pra, ndarja që ke ma heret, 20, dhe në 30, 40, dhe në 60, edhe të treta këtë ujt, është kur ovra kanë ngordhur dhe nuk është prish, dhe nuk është aj. Por në momentin që prishet, shka përderdhet. Çdo se në qarën në ujë kur gjatë, shka përderdhet. Ujtë shka përderdhet. E qamë, e coptan ujë. Njëherë fryhet, dikur shka përderdhet, pelset. Edhe ta ne nisë më trejtë, më shka do në përruj, bëhet pjesë të vogla. Të shtë Zoti ka bëhë këtu ligje. Pra, nëse është shka përderdhur, ose është fryer, ja, dhe të nëzirë tash krejt, ujtë të bonarit. Andaj nëse shohni mine që ka ronë bonar, nëse mine është trupi ti që ashtu është, heqe mine në 20-30 kofe më se ladë. Asë për së rëgat e shpija atje bile, përdon lirësht. Po nëse o prish, apo nëse aj, do të nëzirë krejt ata ujë. وعدد الدلة يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان. Numri kofeve, po thot, në fakt, sasia e kofes, këqyrët mesatare që është të popullit që përdorin. Për shembull, në Ballkan kena pas do për kofe standarde. Ne këtu në Ballkan e kemi pas do kofe standarde, krejt, besej që është kena pas, në standard të ka një kofe të bunarit. Edhe ka thonë kofja e bunarit. Ka pas një standard. Po që një këtë qaj standard në bashkë shpej regioneve. Thash më herët, në botën arabe ka pas pilkure. Pilkure. Tek ne, pe i lamarines, një standard të kanë. Qasë kofi përdor. Se më parashturit pytja, qëfar kofe? Kofi mesatare. فإن زح منها بدلو عظيم قدر ما يسوي 20 دلوا من الدلو الوسط احتسب به. Nëse ka ndonjë kofë të madhe kur që përdor, atëherë e kthyer që kofë sa nxan. Po ai ta është në nxan 20 është as të vogël, tash më shtamë në herën nxjerr 20, ashtu më 2 herë, i nxjerr sasi ka 10 kofë të vogla mesatare që janë. Andaj llogari sa janë kofë mesatare dhe çfarë që pastron. وإن كانت البئر معينا ولا تنزح وجب نزه ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. Po me qërë pusi atilë që në shtirë heqë. Ti ka laj po thua, e hjekën 20 kofa, apo dhe të me dirë dhe ujtë krejt. E dirë të ujtë krejt. E me bo me kanë pusi atilë që në dirë dhe ujtë krejt. Heqë! Mu që këtë ma halës, mu me shtirë. Me kofe fjalla. Se me motorrat sot do të tërsen, po me kofet atëherët, krejt ma hala më që, se e shtirët. Thot atëherë, do të përdor një opsion tjetër, me derdh ujë
aqë sa ta merr mendja ty që çka ka pas ujë bunarin që atë kohë, kur ke fillu të vëderdhë. Kjo është mendim i njohur. Tani thot, ndërsa Muhammed ibn Hasan Shaybani ka thonë, në këtë rast e deri 200 deri në 300 kofe. Vazhdon autori thotë, nëse gjendet o in wujda fil beri fa'ratun aw ghayruha wa la yadruna mata waqat wa lam tantafakh wa lam tatafasakh أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها. Nëse e gjen dikush në bunar se ka ra ndonjë mijë, apo ndonjë shtas tjetër që të cek me lartë, por nuk e din kur ka ra. Ta shkëqyrin atë, nuk është prish, nuk është ka përderdhë, nuk është aj, edhe nuk është ka përderdhë, nuk është prish. Në këtë rast, për thëtë, e përsëritin namazin e një dite të plotë që kanë falë, që kanë marrë abdes për që ati ujë, dhe e ripërtrin, i lajnë teshat që i kanë lanë mrana që asaj dite, mrana një dite me që ata ujë. E përsëritin namazin e një dite që kanë marrë abdes për që ati ujë, dhe i lajnë teshat edhe një herë, natyrisht është më ujë tjetër, që i kanë lanë mrana që asaj dite për që ati ujë të që ati bunarit. Kjo nëse shtaza nuk ka prish dhe nuk ka aj, por nëse prish dhe aj, thëtë, u inkanet intefakhat, o tefessakhat, por nëse është fryja, apo është prish, e adu salate thalathet e jamin, o lealiha, dohet me i përsërit namazet e 3 dite dhe 3 nete. Kjo sepse, logikisht, ajo nuk prishet për një ditë. Për ditë, hajvan nuk prishet. Mund, pra, mrena 2-3 dite prishet, andaj, dhe të me zaktu një kohë. Ka thonë 3 ditë, mrena atë 3 ditë, që ke marë qaf abdes, dhe e falë, pe që ati bënari, do të me përsërit. Namazin, po të një të kodhë tishat me ila. Kjo po të është i kauli bi Hanifet e, se pas mendimit e Hanifes. Wa qale bu Jusuf, dërsa bu Jusufi wa Muhammedun, rahimahumullah, kanë thonë, lejse alehim e adë të shejin, hatta jetë haqqaku mëta waqaat. Dërsa si e bu Jusuf dhe Muhammedit, këta nuk kanë nevoj të përsërisin namazin, për deri sa të vërtetohen se kur ka ra ajo shtaz. Këta kanë më të lehtë, Hanifi është nga më shumë. Libra tjera shkruan, jo këto, libra tjera që më të gjanat, Hanefive shkruan. Ebu Jusufi, fillim e ka dhanë fetvan si Hanifja, njëjtë. Por njëherë, të nejtë natyrë. E shef një shpez, e ka kap një mi, edhe të hec, për pështën mini, pesnaltit, edhe e ranë pës. Korektyri kë, o kujtu, dhe në rajfet fanë. Edhe pëtha, nuk është kusht pra, pëse o prisha ja, apo pëse është aj, nuk është kusht që ka nejtë gjatë. Nga se ka mundësi, e jere e frynë, shtazën e ngordër, s'kam pasë rrasë përse këtë sotit pusat, edhe e gjumë poshtë, apo shpez e merë pesnaltit, edhe e hedhë poshtë. Andajni nuk mund të randojmë njerëzë, një vrandojmë njerëzë në namazin, pa u siguru se kur ka ra shtaza nuj. Nuk mund një vrandojmë njerëzë, ja vrandojmë ati, nuk në me ngarku fakt, nuk mund të ngarkujmë njerëzët, sepse i rëndojna, para se më siguru se kur ka ra këtu. Kështu thënë këta. Dhe me ka që e përfundojmë dirësin e sotit, e vazhdojmë inshallah nesër. Wallahu alem, Zotit Vesemiro, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.